Në botën e showbizit shqiptar, një lajm i ri ka sjell një val të fortë entuziazmi dhe emocion në rrjet. Luizi Elli dhe Kiara Tito, çifti që fitoi zemrat e publikut në Big Brother VIP, janë duke përgatitur një projekt madhor, filmin e tyre të parë kinematografik, i cili pritet të publikohet në muajin shkurt. Sipas burimeve pranë produksionit, filmi do të jetë një përzierje mes romancës, dramës dhe situatave të vërteta të jetës, duke sjellë një histori që jo vetëm prek, por edhe frizon. Ky projekt vjen pasi të dy kanë vijuar të qëndrojnë në qendër të vëmendjes së publikut për lidhjen e tyre të fortë, prindërimin dhe bashkëjetesën, gjë që i bën akoma më të besueshëm në ekran. Ajo që e ka bërë edhe më të bujshëm këtë lajm është zbulimi i emrit të tretë të rëndësishëm që do të jetë pjesë e kastit. Bëhet fjalë për këngëtaren dhe influencuesen Egli Tako, e cila duket se është përzgjedhur për një rol kyç në film. Përfshirja e saj ka ngjallur një entuziazëm të jashtëzakonshëm, pasi Egli është një figurë shumë e dashur nga publiku, veçanërisht pas suksesit të këngëve të saj dhe natyrës së thjeshtë të afërt me ndjekësit. Për më tepër, fakti që Egli ka pasur historik marrëdhëniesh sociale me Luizin dhe rrethin e tij e bën këtë bashkëpunim edhe më interesant dhe të shumëpritur. Në rrjetet sociale, fansat kanë shprehur gëzim të madh për ribashkimin e këtij treshëje në një projekt artistik. Komentet dhe reagimet janë të shumta, ku ndjekësit shprehen se kjo është një nga bashkëpunimet më të bukura që mund të realizoheshin në skenën shqiptare. Shumë prej tyre e shohin të si një rikthim të atmosferës së sinqertë dhe energjike që u krijua fillimisht në reality show, por këtë herë në një formë profesionale dhe më të thelluar. Gjithashtu, sipas burimeve, pjesë e filmit do të jenë skena që bazohen në momente reale të jetës së çiftit, duke e bërë audiencën të ndihet edhe më pranë tyre. Produksioni i filmit po zhvillohet në disa lokacione të përzgjedhura në Shqipëri dhe jashtë, duke sjellë në pamje moderne dhe cilësi kinematografike që synon publikun vendas dhe atë ndërkombëtar. Regjisori ka theksuar se ky film nuk do të jetë thjesht një rikrijim i historisë së dashurisë së dy personazheve të njohur, por një rrëfim mbi besimin, sakrificat, përballimin e paragjykimeve dhe fuqinë e familjes. Luizi do të luajë vetveten, një artist që përpiqet të qëndrojë me këmbë në tokë përballë famës, ndërsa Kiara do të shfaqet në portretin e një gruaje të fortë dhe të përkushtuar, që di të mbajë ekuilibër mes botës publike dhe asaj intime. Filmi pritet të bëhet një prej ngjarjeve më të mëdha kulturore të fillimit të vitit, ndërsa publiku tashmë ka ngritur pritshmëri të larta. Ndërkohë që data e saktë e premierës do të zbulohet së shpejti, ndjekësit tashmë kanë filluar të përhapin poster, hamendësime dhe komente rreth skenarit dhe rolit e Eglit. Një gjë është e sigurt, bashkimi i Luizit, Kiarës dhe Eglit në një projekt artistik ka ndezur emocionin dhe kureshtjen e publikut, duke premtuar një histori që do të mbahet mend gjatë.